Jeta e tij ose linja e tij ka një tregim shumë interesant se si baba i tij është martuar me nanën e tij. Edhe këtu fillon bereqeti i jetës tij, bereqeti i ilmit tij, bereqeti i ibadetit tij e kështu me radhë. Baba i tij tregohet se ka qenë shërbetor në një kopsht të një zotriu, të një pasaniku. Kopshti ka qenë domethënë me drejt të shegave në qytetin Merv. Në qytetin Merv domethënë në Khorasan ose njëra prej rajoneve të Iranit ose përreth Iranit. Thot në këtë kohë ai ka qenë shërbetor në këtë kopsht. Edhe pronari i këtij kopshtit ishte një njeri ose një tregtar nga fisi Banu Hanbala. Një herë ky pronari i këtij kopshtit erdhi për ta vizituar kopshtin, edhe po i thot babës së Abdullah ibn Mubarakut, thot o ti njeri, shko edhe merre një shek të ëmbël që ta provoj. Shkon ki si shërbetor e zgjedh sipas mendjes tij një shek më të mirë edhe ja bjerë. Kur e hap shekën del e thartë, nuk del e ëmbël. I thot, a nuk thashun e që të mbish shek të ëmbël? Thot, shko edhe një herë shek të ëmbël të mbish. Shkon ki me marrë shekën, narin domethënë, edhe për zdyti ja bjerë, kur e hap ki për zdyti del i thartë. Thot, ti si duko s'po merr vesh, unë po tham të ëmbël të mbish, si apet për zdyti të thartë më prune, edhe një herë shko edhe bjerë një shek të ëmbël. Ja bjerë për streti, apet e hap edhe për streti e thartë del sheka. Thot ti, a nuk i njeh sheka cila është e ëmbël e cila është e thartë? Thot vallahi nuk e njeh. Thot ti, a kur një herë si ke provu? Thot vallahi unë që sa vjet jam punëtor, jam shërbetor në këtë vend, unë kur një herë shekën nuk e kam hap me hangër pa lejen tonë, se ti mu lejesën ke dhënë. Habitet pronari për këtë rastit, thot e pamundur është me pas njerëz shërbetor me qenë edhe një shek mos me hap me hangër, se tek e fundit nuk është edhe haram. Mirë po kujdesi ti që mu ushqy me halal, edhe friga prej haramit, edhe shybes, edhe shekën e cila ka mujtë me thonë ka pasit me hangër se ka hangër. Andaj ki pronari atëre kujdeset dhe interesohet a është e vërtet. Kjo që thot ky baba i Abdullahit, dhe më thonë Mubareku, thot pasi që analizon dhe ulëmton e vërejnë se kjo rast që ka për një me ashtu, ki me kohë të gjatë, se ka punu këtë vend, se ka prej këtë mal edhe se ka provua. Atëherë kur e merr vesh se ki për një me që ka burr i sinqert, i cili frigohet Allahu Gjeleshanu pa marrë parasysh, a është pronarit e malli vet ose nuk është, bëhet razi që t'ja marton vajzën e vet shërbetorit vet. Pra, nuk qenë ka pesha në islam të Allahu Gjeleshanuhu me pasurin që ki ose me varfrin që ki, por qenë ka pesha me frigën që i ki ndaj Allahut, nuk hen me haram, edhe pse ti ndoshta ke nevojë ndonjëherë me kënaqë vetveten tonë me një kokër të shekës. Mirë po, duke di se Allahu Gjeleshanu e kontrollon dhe është mbikëqyrës i asaj që vepron njeriu, ki edhe pse ka pas varfëri, edhe pse ndoshta ka pas nevojë ndonjëherë me mi dhon kënaqësi vetvetes duke ngrënë për këtyre pemëve, ai këtë se ka prek, edhe çka fitoj me këtë, e fitoj u bë dhëndër i atij pasaniku, edhe kështu masëne shobo dë martesa e Mubarekut babës e Abdullahit me këtë grua shkaktoi lindjen e Abdullahit i cili për të cilin ne edhe po flasim. Domethënë fillim i bereqetshëm i cili jep pastaj një fryt të bereqetshëm që është Abdullah ibn Mubareku rahimahullahu ta'ala. Me të vërtet ky rast jep domethënie shumë të madhe se kur njerëzit zotën ajo sikurse ulemat i kanë mësuar musliman që filloja ai domethënë kujdeset për evladin e vet para se mu martu ose me fillimin e martesës tij duke zgjedhur një grua e cila e ka frikën Allahu Gjeleshanu ose ai grua duke zgjedhur një burr i cili tregohet prej Allahu subhanahu wa taala. From those around I hear a cry, a